në momentin kur u hodhën molotovët përpara kryeministrisë. Shohim këto pamje dhe zotin Shkëlzem Berisha, i cili është duke qëndruar së bashku me funksionarë të tjerë të Partisë Demokratike, apo edhe me i shoqëruar nga truprojat e zotit Berisha. Nuk ka pranuar zoti Shkëlzem Berisha që të ketë komunikime për mediat. Në qartë, po tani po ndodh në një konfrontim aty. Në këtë moment janë afruar sërish përpara të tjerë qytetarë janë afruar përpara parlamentit dhe janë duke hedhur shishe apo sende të tjera në drejtim të efektivëve të policisë, të cilët janë vendosur në disa kordona, nuk është më vetëm një kordon, por janë disa kordona që janë vendosur përpara parlamentit, janë disa djemë të rinj që janë duke qëndruar në këto momente, është edhe zoti Klevis Balliu. Zoti Balliu, jemi drejt për së drejti në News 24, si do të bëjë protesta? Një protestuese i kanë qarë kokën, ja kemi shpërndar, ju ftoj ta nxirrni. Është hedhur gaz jashtë çdo limiti dhe proporcioni të lejueshëm. A thu se jenë luftë. Të gjithë ta që janë këtu me urdhër të ergysa gasit për ndalu qytetarët bëjnë protestën. Kjo është dhunë e pushtetit, dhunë shtetërore dhe qytetarëve u lindë drejtat i kundërpërgjigjen me patjetër dhunës shtetërore. Do të kundërpërgjigjen të gjithë bashkë. Nuk është parë dhe dëgjuar të hedhësh gaz në këtë mënyrë. Kur nuk është parë dhe dëgjuar. Një zonjë i kanë qarë kokën. Si do të vazhdoj protesta? Ja kanë qarë kokën një zonjë. Kjo ka rëndësi, dëgjoj këtë. Ja kanë qarë kokën një zonjë. 300 policë çaj kokën e një zonjë nga dhuna. Edhe një fëmijë e kanë rrëzuar, e kanë marrë zvarr. Dhe këto pamje duhet të dalin, ju a kemi shpërndar dhe t'i nxirrni tani për të parë se çfarë bën narkoshteti. Me urdhër të Gysa-Gasit. Ndërkohë edhe funksionarë të tjerë të Partisë Demokratike janë përpara parlamentit, është zoti Noka, Flamur Noka, është zonja Albana Vokshi, deputeti Bledion Albati. Do të përpiqem të kemi një komunikim me zotin Noka. Zoti Noka, jemi drejt për së drejti në News 24. Si do të vazhdoj protesta tani? Tani unë bëj një apel. Ju bëj një apel forcave të policisë të mos bëhen kamikazët e narkosit këtu për dhunuar qytetarët. Dhuna ndaj qytetarëve do paguhet dhe do ta paguajnë shtret. Shohim krahun tjetër. Ja, shikoni, nga efektivët e policisë ka dalë nga rreshti dhe është sulmuar nga qytetarët, nuk e dini se ka qenë provokim. Okej, po dalin jashtë rreshtit efektivët e policisë. Të tjerë të policisë që janë duke u afruar nga një tjetër pjesë e parlamentit, nga zona e Nëntkatsheve, është duke ardhur një grup tjetër i efektivëve të policisë. Dhe ky afrimi i efektivëve të policisë është cilësuar nga Flamur Noka si provokim ndaj qytetarëve, ndërsa zoti Balliu tha se një zonje ishte qarë koka nga efektivët e policisë dhe një fëmijë 15 vjeç ishte dëmtuar. Faleminderit për zërat që solle në ekranin e News 24, ndërkohë shohim në krahun verior të parlamentit, veri lindor të parlamentit, shohim deputetët e Partisë Demokratike të cilët janë vendosur sepse është një grup tjetër i efektive të policisë bashkë me botin e ujit, autobotin, të cilët ndoshta po përpiqen që të shpërndajnë